më zgjedh ty, ajo nuk i beson, po thot, unë në mesin e 9 grave më të bukura të kom zgjedh ty. Në mesin e 5 femrave më të bukura, më të dofta, me më modelet, kom zgjedh ty, do me thonë, sepse të dua shpirtnisht. Por, sot, unë jam mezomosh, e kam një partner që më dë shumë, edhe dua është ndërthjellët, po ai pak më shumë më don. Ku po e din? Ku po e di se, do me thonë, veprat flasin më shumë. Bravo, po. Edhe, po, shpesher, tash në kandin, kryva me kandin e partneritetit, po përnisna në çështjet tjera, qoftë familjare, qoftë shoqërore, mund të them lirisht të shoqëria dhe të familja që aspektin dashuri e keq interpretojnë edhe e keq kuptojnë. Sepse kur ne japim dashuri, unë po flas nga përvoja ime personale, dhe me thonë, gjithë njerëzit ma kanë çvlerësu, dhe me thonë. Sepse kur ti don hakikat, ata mendojnë që ti do me thonë duhesh me qenë gjithmonë në dispozicion. Jo, more se edhe ora dhe gjithë shka e ka një pik, a e ka kupton edhe aty, kur ti e vendos piken, e kupton botën, qoftë familjare, qoftë shoqërore, që nuk pas ka pas dashnia, respekti, vlerë, do me thonë, krejt interes. Uroj që ketë se s'ka gjo më të bukur, se me dhuru me javë dashuri, mirësi, humanizëm. Fole për veten, fole për shoqërinë, fole për familjen. Më thuaj diçka sinqerisht, ta mendon që tek gjeneratat e reja është kjo dashuri që të